Dear citizens of our Presidenti i Këshillit të Europës, Antonio Costa, ka përkujtuar sot Ditën e Europës, duke e cilësuar si një festë të përbashkët të gjithë qytetarëve europian. Në një mesazh drejtuar qytetarëve shqiptar, ai shprehet se Shqipëria ka bërë një përmirësim të konsiderueshëm në negociata gjatë vitit të kaluar dhe se e ardhmja e vendit është në Bashkimin Evropian. Të dashur qytetar shqiptar, po ju drejtohem sot si antar të arshëm të Bashkimit Evropian. Në Ditën e Europës ne festojmë projektet tona të përbashkëta europiane, ku antarët tanë themelues zgjodhen unitetin mbi përçarjen dhe bashkëpunimin mbi konfliktin. Ata vendosën të ndërtojnë një të ardhme paqeje, lirie dhe prosperiteti mbi hirin e luftës së dytë botërore. Ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, po bëhet një punë e madhe për të bërë këtë realitet. Shqipëria ka bërë një përmirësim të konsiderueshëm në negociata gjatë vitit të kaluar. Ju inkurajoj të vazhdoni me vrullin e reformave. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët europiane. Rroft Europa.